ndodhi pak kohë pasi përfundoi procesi mësimor. Në këtë shkollë fillore në Slatin nuk ka më zyrë drejtori e asallë të arsimtarëve. Shpërthimi i rrjetit të ngrohjes qendrore bëri të shembëj kjo pjesë. Në vendin e ngjarjes të premte mbrëma doli edhe policia. Por me që shpërthimi ndodhi pas orës 4, aty nuk erdhën fare hetuesit policor. Shpërthimi brenda shkollës fillore Bajram Curri në Slatin ndodhi rreth orës 6 të mbrëmjes. Tani ora është 12 e natës dhe përpas patrullës së rregull policore, që nga ajo kohë askush nga organet e rendit nuk doli të kryej ekzamenimet në vendin e ngjarjes. Tek një ditë më vonë, policia nisi hetimet për të kuptuar shkaqet e incidentit, e të cilat u kuptua se kishin të bënin me nxemjen. E menjëherë pas tyre, punën filluan ekipet e pastrimit. Përkundër këtij shpërthimi, diçka me vlerë shpëtoi. Dokumentacionet një pjesë, një numër bukur e kemi të rjekon, edhe sipas vëmendjes time, sa e kom vrejton, dokumentacioni do të pushtoj tërësisht. Por në shfrytëzim vazhdon të mbetet edhe pjesa më e madhe e shkollës. Lokacioni ku gjenden zoncat është i paprekshëm. Dhe kështu që mendojmë të hanën të fillon çush ka filluar normalisht. Renovimi pjesëve të dëmtuara, sipas Shabanit, nuk do të vënoj, pasi një gjë të tillë ua kishte premtuar komuna.